mëngjes. Si je? Si je Gonxhe? Mirë. A e mirë? Shku kalën pushime? Shumë mirë po kaloj, veç garant kur të kthena, kam ra pak jo në depresion, po kam u stresu shumë. Për shkak se që kemi lexuar dhe disa lajme, më informu shikuesit tanë. Koha pas pushimeve është një periudhë ku shumica e njerëzve stresohen shumë edhe nuk munden me u ambientu me jetën normale që kanë kriju 11 muaj me radhë. Mirë po, sipas shumë studimeve thuhet që duhet me largu këtë stresin në mënyra të ndryshme për m'ju përkushtu sa ma shumë punës që e bënë, sepse është momenti kur faktikisht kemi grumbullu shumë energji dhe duhet ta shpenzojmë aty. Mirë po shumica nga ta mund t'i kenë këto simptoma për arsye se nëse sipas studimeve, nëse kalon ditën duke bërë sporte të ndryshme, ujore, aktivitete të ndryshme dhe mbrëmje në për diskoteka apo klube të ndryshme, atëherë sigurisht që kemi pas shumë ma vështirë me ju rikthy normalitetit. Kështu që thonë është një periudhë shumë e përshtatshme dhe për ata njerëz të cilët dëshirojnë t'i largojnë disa persona nga jeta e tyre, është një kohë adekuate që Personat pa dëshirueshëm, a? Personat e pa dëshiruar, t'ju themi tong nga jeta jonë, kur të kthehen prej pushimeve verore, atëherë është shumë thjesht me punu këtë punë, sepse ka pas hapësirë shumë e mendu që disa persona nuk kanë nevojë me qëndru në jetën e tyre, por i kuptojnë që edhe disa të tjerë kanë shumë nevojë me i pas afër. E para e punës që ka duhet bëjnë është ta lirojnë stresin, të merren ma shumë me aktivitete fizike dhe t'i përkushtojnë punës, t'i largojnë me njëherë ato grumbullimin e punëve në tavolinën e tyre për me pastaj një ritëm normal të punës në 11 muajt e ardhshëm. Mirë, keni informata dhe në internet tjera se si ta përballoni këtë kohën pas pushimeve, këtë sindromin pas pushimor. Faleminderit shumë Gonxhe.